e ke pa që vlerësohet bujqësia në vendin tonë, në Kosovë? Apo duhet me... Shumë largë jemi, asaj, mu vlerësu bujqësia, largë jemi. Besoj si largë, unë të thash, e po të edhe rrugën... Po, e pam, do më thonë ajo... Në të varteme, po e po të rrugën, si u shke rruga, që 4 vite e kom bo kërkes, që 5 vite e kom bo kërkes. Për marrë më mashtru këtë rrugë, kanë shtru rrugë të ofër aty pjesën në altë në asfalt, i pjesën të mas zhavër nuk e... Shumë probleme është rruga. Edhe të është logaritën një ditë të ertë, jo, a unë e për ditë viqët. Të më çdo ditë e kom qitë të rrugë. Shpresoj që kanë me ndërmarë ndonjë mas edhe shpresoj që ty nuk të bën nështë këto sfida me u dërzu. Jo mu dërzu nëse kom dërmen. Po, të tomë se 5 vite kom bo kërkes. Cilat nështë kanë qenë ato kushte që kanë thonë, do më thonë që nuk e kanë shtru rrugën që tash e 5 vite. Çka kanë lyp? Kanë lyp, kushtë? Vetëm s'kanë ardhë me pa. A ki shpi me leje, kam për mishtëm, në për ditë shkaj aty. Jo, tha, do është me pas shpi për marrë më të ashtru rrugën. Tash po, veç zhavar, hajde, asfalt nuk pëdu, tha, na qokolada nuk shtrojmë, tha, zhavar shtrojmë. Do sene që... Po, nështë ta punën matë madhe e kiti këto dhe është problem. Po thëmë që duhet veç për mu marrë me shtru, ama ka edhe toka tjera që i punoj njerës tjera. Nuk është e thonë veç për mu marrë me shtru, ama unë jem për ditë që të. Sepse kanë mundësi me shtru një rrugë asfalt në altë. Pse mos me shtru edhe këta? Pse mos me shtru edhe këta, po aty kishin interes pak ma shumë, se në hilë me shumë. Unë të falenderoj shumë edhe shpresoj që këto probleme kanë mu përfundu. Përfundojnë edhe mos përfundu. Ti s'ki mu ndalë. Jo, nëse kam nërmen mu ndalën. Falenderit shumë. Falenderit se me juve. Po shoqëroni me emisionin e Jona Tok, në vazhdim ju sjellim kronikën e fundit për sot, e cila është realizuar në fshatin Stanovs të komunës së Vushtres, një vend që njihet për traditën dhe punën e palodhur të banorëve në bujqësi. Atje vizituam serat moderne të vëllezërve Haradinaj, të cilët prej vitesh janë të përkushtuar në kultivimin e sallatës rukolla, një kulturë gjithnjë e kërkuar në tregun vendor dhe atë të jashtëm.